Të nderuar miq, detar, navigator, marinar, shqiptar, kudo që jeni, jemi përsëri me detarin e vjetër, Murat Rega, i cili po vazhdon tregimin e tij mbi jetën në anijet e flotës tregtare shqiptare. Murati ka pasur një fat të mirë që ka kaluar ka provuar pra jetën dhe vështirësitë e marinarit në motobarkat e drorit dhe pastaj filloi në anijet metalike shqiptare, të cilat u futën gjithësisht në flotën tonë tregtare nga viti 1960 dhe në vijim, duke krijuar një epokë të re për flotën tregtare shqiptare. Ai pra kaloi në anijen Teuta, e cila dhe kjo është prodhuar në Itali, është ndërtuar në kantierin Marina di Carrera, në kantierin naval Apuania Itali. Kjo ishte një dëm shpërblim i luftës së dytë botërore, ashtu, dhe hyri në përdorim të flotës sonë tregtare më 12 shkurt 1960 me tonazh 1700 tonë dhe për masa 72 R10 R557. Kapiteni i parë i saj ka qenë Alit Sangonji dhe pastaj në vazhdim dhe kapiten tjerë. Tash ne do flasim për këtë anije më hollësisht me një nga protagonistët e saj, marinarin dhe nostromën e vjetër Murat Rega, të cilën ne kemi kënaqësinë ta kemi sot midis nesh. Zoti Murat, ju nga motobarkët e drurit kaluat në anijen metalike Liria, fotografinë e së cilës po shohim këtu në një nga pamjet e saj në Venecia, por kemi dhe një pamje të saj në portin e Durrësit, të cilën ne po e japim për shikuesit tanë shumë, të cilët janë kryesisht marinarë shqiptar. Kjo është anija Teuta në portin e Durrësit, e cila është ekspozuar për herë të parë në librin Antologji e Detarisë, vëllimi i parë. Është pra viti 2012 që është botuar ky libër. Tani, Zoti Murat do na flasi se si hyri ke kjo anije dhe çfarë jete marinari, detari, ai përballoi në këtë anije. Zoti Murat, fjala për ju. Në radhë parë, falenderoj për respektimin që po i bën marinarëve në përgjithësi. Jo mua, po gjithë marinarët që ke. Mas anijes kur vetesh që i punova një kohë të shkurtër, ku imbarkova përsëri në një bark drori, Migjeni, po me kapiten Xhamal Peun. Nga ky kapiten u mësova shumë gjëra. Edhe aty nuk punova shumë kohë, do thënë me muaj, dhe pastaj si duke se atëherë më thot ishte edhe shqipëshin marinarët kontrolloheshin si sillen, si punën nga puna, edhe punin vlerësim. Mu më qonë me detyrë kamarier ke moto nava Teuta. Kapiten në atë periudhë kanë qenë viti 61-shit. Pra, anija sa pat fut në Shqipëri, pra në përbërje të flotës. Kam gjetë kapiten në atë anije, jo Francivanaj, Gjevdet Gashin. Francivanaj e kishte të për e mori kapiten tjetër. Alit Sangonji, po ishte. Gjevdet Gashi, Tot Muka, Nushnikaj, Francivanaj, më dalin si kapiten të kësaj. Gjetë Gjevdet Gashin, Harida Dan, oficer i parë, Vaspi Kaplani i dytë,
Apostol Gjaggio ishte kursant, Storia Kapegjiu, Nostromo? Nostromo ka qenë Qerri, me mbjemi Qerri, Vasil Qerri. Ka qenë elektricist, ka qenë Ram Kërçuku, Elex Tereziu ka qenë radist, marinar ka qenë Vasil Baradhi, Ajrolla Kruja, Sabri Beqiri, Lut Balla. I kam në fotografi gjithë këto marinarë kam në fotografi, ndoshta për momentin ka qenë tornitor Miki Dinës, të dhe mitër... Po në shkurt që i përdorni këto. Sytki Rama, Mohamed Gjeladini, kërë mekanik, Mohamed Shehu, mekaniku parë, Arida Dimroqi, Gavoq Shehu, më duke se e kështë kërë. Mund të kem harru në një kështu, për momentin që i kam dhe Nuk ka në një ashtu, por të shi rëndësi ka që ne të kujtojmë. Ishte rruga parë që bëj me anjen të utë. Cila ishte rruga parë? Rruga parë, ne të shkoshim për të marrë plaçkat materialet e studentave në ambasadës, të ishe periuda e prishës marrëdhënie me Bashkimin Sovjetik. Do anë ju keni përballuar një rrugë të veçantë, të vështirë. Rrugë të veçantë. Edhe me ngarkesë kështu politike. Në Trieste nuk na pranuan, u detyruam shkuam në Bari. Në atë në Rusi nuk na pranuan, anije do vite. Në asnjë port të Rusisë, pra kjo anije nuk ishte mirë pritur. Nuk ishte mirë pritur. Se atëherë? Atëherë shkuam atje dhe në Trieste, do më thënë robat e këtyre erdhen me tren, do më thënë, erdhen me rrugë toksore. Se ju donit t'i marrit me rrugë detare në një nga portet ruse në Sevastopol, ose në Odessa, por kjo nuk ndodhi, sepse rusët nuk lejonin, do më thënë, anjet tona që të preknin portet e tyre mbas prishjes së marrëdhënieve. Kështu që ju, me anijen Liria pra, me Teutën, bët një rrugë në portet italiane në Bari. Materialet ambasadave Po, të gjitha, qa ishin këto valiqe ngarkesa, sepse shumë familje shqiptare, se këto nuk ishin vetëm kështu, por kishin shumë familje që ishin instalume në Bashkimin Sovjetik me rraqe, me orendire, ishin me shtëpi aty, kështu që kishin shumë ngarkesa. Dhe ju rrugën e parë pra e bët këta. Po personel nga këto kishte apo vetëm materiale, ju morët vetëm ngarkesën? Jo, materiale dhe nuk kishte. Mëse kemi kërku dhe portokale, do të thënë fitane portokalesh, limonësh, edhe që do mbjedhë shikëtu në Shqipëri, do më thonë. Po këto ishin në Italia këto? Ishin mall tjetër? Rrugë tjetër, do thonë rrugë tjetër kjo, do thonë... Ishe porosi si që bësh tregtia asaj ko? Po, anja kështu... Anja ishte e shpejt. E mirë? Po, për det ishte mirë, po. Lëvizte shumë, do më thonë. Kur lëviz anja shumë ka stabilitet, shumë stabilitet, dhe shkume njës në gjendën e parë, do të thonë që gjallë dishka këtu. Po kështu ekuipazhi? Ekuipazhi, do të thonë, jetë normale. Si e zotronte kështu, se kjo isha nga anjet e para metalike që u fut në Shqipëri. Shumë e fortë, do të thonë. Dhe ekuipazhi që kishim ne e zotronte anije si ishte nga ana profesionale kështu. Shumë, po. E zotronte anije? E zotronte anije. Sepse që specialistët e thonë të në atë kohë pati dhe dilemat tilla, sepse kalimi nga motobarkat e drunit, ke anjet metalike, pati edhe dilemat tilla, a do jenë të zotë marinarë shqiptarë të zotrojnë anjet metalike, se mbas kësaj fillon hynë anjet tjera. Por këtë sfid, pa i quajmë sfid, sepse ishte etapë kjo që kalum nga motobarkat, kalum ke anjet metalike. Të sfid detarë shqiptare përballon me sukses. Përballon me sukses, sepse edhe puna ishte që do është mirë majsë, gjithmonë ndryshe anija drurit, ndryshe anija metalike.
Ka të bëjë me ndryshuar në bëjrat. Aty anijet kishte edhe dublant, edhe këto ndihmun shumë, këto i bërë në shkollën në bashkim në Bullgari atëherë. Po, grupi që shkoi. Ishte oficerët dublant, edhe ato dhanë eksperiencën e tyre. Kishin eksperiencë. Ose ishin lundru me një bullgare, kishin dalë në qanë, ishin marrë një farë praktike, dhe këtu ato erën me detyrë në Stroma, edhe drejtonin në një, pra, ishin në gjendje. Kujdesshëm në ndrime, në navigatorë të mirë. Ania Liri, kjo Ania Teuta, më falë, ka rrahur gjithësisht portet e Italisë. Portet e Italisë, është. Gjatë kohës që ke qenë ti. Po, kështu, çfarë madrash, çonit e binit, kështu. Në Mesina kemi marrë gjithmonë fitane. Në Mesina, Në Mesina, atë e merreshim. Trieste, Bari, pothuajse gjithë portet e Italisë. Çoshim gjithë, kishim një eksport të jashtëzakonshëm, me të drejtën. Çonin mallat shumë. Pastaj, sidomos to frutat e zarzavatit, domatja, sheqeri. Pra, shkonte. Po, ishin kështu. Si vetura, shkoqeviqin në një tonë. Edhe në Trieste, në Rijeka e këto. Pra, portet kryesisht, kjo anije, Teuta ka rrahur kryesisht portet e Adriatikut. Adriatikut, po. Se edhe në Mesina, për shembull, merrshin fidan ato. Me ato fidan u bë Bregdeti Jugut, Bregdeti Jonian. Humboll. Ashtu. Humboll. Po se din ata që këto fidan vinin nga Mesina dhe i sillte Murat Rega me shok. Ashtu. Se ajo është djerse e popullit shqiptar. E kupton, nuk u bë lehta e punë, ato plantacione të tjera. Kishte konkurrencë, sepse gjithë pretendoshin nga barkat me shku në Anije. Dhe punoshin që secili të kapte aty. Shtronte dhe atë mundësinë e vet, kështu. Specialitetin e vet. Unë aty punova kamarier. Kamarier. Kisha ekonomat, është pa ta përmend, domethënë, vllajnë Tomorjaninën, Tomorjaninën ishte ekonomat. Kuzhinja ka qenë Isuf Gjyli dhe Ali Tukaj, se janë kryesorë i do më përmend, domethënë. Megjithëse i kam fotografi, do t'i postoj dhe me fotografi. Ato shohëm ne tash ne do t'i kujtojmë. Disa kanë ndruar jetë, disa jetojnë, por ne e kemi thënë që ne do të bëjmë një homazh për të gjithë këto marinarë. Tash me këtë punë që po bëni ju, domethënë do dalim pa, domethënë gjithë shkallë. Ne kjo është qëllimi që të nxjerrim flotën tregtare, të nxjerrim flotën luftarake, të nxjerrim flotën e peshkimit, të gjithë detarët shqiptar, vlerat e tyre. Dhe ju, nëpërmjet jush, se ju tash po më tregoni gjëra shumë të mira për Anijen Teuta e kujtpashin e saj, punët që ka kryer, si e ka ndihmuar ekonominë shqiptare, se tash për shembull edhe unë vet, tash po themi që këto plantacionet që u mbollën në Bregdetin jon, fidanët i ka sjell Anija Teuta. Se këto se din për shembull si është bëra apo. Jo, domethënë edhe brezat e mparë, që këto të rritë se din para këte. E kupton, por kjo është një për të nxjerrë pra në pa vlerat e marinarëve shqiptar, të cilët kanë bërë ekonominë shqiptare të mbahet gjallë e të lurizojë. Kemi qenë shumë të rregullt, me daljet në grup, gjithmonë tregoshim atë fytyrën tonë, domethënë që ishim edhe të përgatitur, edhe si marinarë dhe nga natyra, domethënë çdo vend që shkoheshim leshim për shpytje të mira, me të drejtën. Mbanit atë figurën e marinarit në radhë, figurën tuaj, por edhe figurën e shtetit shqiptar. Tash secili ka mendin e vet, por ju bënit punën tuaj. Ashtu. Ju nderonit vendin në fund punët. Ashtu. Ishin ambasador të këtij vendi, se tash dikush thotë po u bëm ne, por emrin këtij vendi ja kanë dhënë shqiptarët. Ashtu është. Në radhë parë, ja keni dhënë ju, që keni dalë jashtë në vitet 60, edhe keni lënë një emër të mirë në botë. Edhe vazhdojnë edhe shumë shqiptarë tjerë që të lënë emër të mirë. Edhe marinare, edhe ashtu. Kemi pas raste, është se ja vlen dhe për tregu, sepse ajo që është, kemi gjetë portofol me lek, e kemi dorëzu në polici. Policia është habit
Të trajtamon si një diçka kështu reale. Por kjo ka ndodhur. E keni kështu, apo e keni gjetën në tokë, as nuk e dim si kemi numëru, sepse edhe rregulli ashtu ishte, domethënë, për zoti, jo dha Zoti na thanë. Jo kthev Zoti këtë Jo dha Zoti. që po boni jo. Ta quaj tash, unë të ndrojmë do e mori shoku im në shërbim. Po. O ti do thanë e fundi ke qefi, faleminderit shumë tha. Shinu dhe shqiptarët Nisha. Në lëpdojnë me të ndrejnë. Ne kemi kujtime edhe si tregoheshim që se kishim frikë, po ajo nuk është një gjë, edhe tregoj vlerën tonë. Po, a ishe për treguar, po jo kishte thallë se mos e merrshin për tërës të atjerë, jo pa kështu, e ne këte shikoni ata. Pra, ka kujtime kemi. Kishit hequr peripecit. Kemi kujtime. Në një, sepse ju anijen të uta e keni, do më thëmë, kur keni punuar, ju kjo anija të uta ka qenë në fillimet e vete. Anija e re, relativ. E re ka qenë, po. E re, do thënë, anija të uta. Ishte me Bokoporta, jo me MacGregor, do me thënë, moderne e kohës. Kishe nevoj për kujpash, ma tepër, do me thënë, që kanë anijet e soqme, sepse me hapë dhe me mjë një hamar, është Do unë dhe shumë e kohës, sot ka jetë punë, me mjetë modern edhe... Por ma, për kohën, për atë kohë, për vendin tonë, kjo ishte një anje mirë. Punoshim me plan pune, shënoshim çdo gjë konsum sa ke bë, do të thonë sa materiale ke arquet, ishte do në gjithë mash, rregull çdo gjë. Ishte... Por, puna ishte... Sa vite punove ke anija të uta? Punohet desa shko shtarë në 64. Pra i bje që të ke punuar gati 3-4 vjetë, më të bëj. Edhe këta një ti besoj se e ke fiksuar në memorje. Se kjo një ty të mësoj... Shumë gjëna. Edhe se e mira ishte se e fillova muqo, dhe me thonë, me pastru, me radas, me trumas. Me provu gjitha ato që duan. Trumas me hek ujë që bënda një, do të thonë, një kusin me ujë. Gjithë nëse ne atje mësova dhe, do më thonë, edhe lyrë, edhe kamarjeri isha, që shërbeshër, do më thonë, ishe kamarjerë pritje, gjithmonë, do më thonë, edhe me lyrje, me eshim, do më thonë, ishim shumë gjona, se lyshim që njëri të sektorin e vetë, do më thonë, kuzhin, parpavin, do më thonë, marinarat kishim ambientin njështë. Të rrihte, dhe profesionit të rrihte, se unë për shemë, që në fillim kam pas kjefi, do më thonë, ta shifshanien, se kur shifshanien tjera, kishe i sedër. Që ka më të tepër se ne. Kishe i sedër. Edhe kjo më shë të hiqte, të më thonë. Që ti të bëje punë ti të më mirë se i. Më mirë se i, po. Kishe i sedër. Kjo të ndihmoj që ti të perfeksionosh zanatin tatë. Kjo është i sedër që të ka ndihmuar të profesionosh profesionin. Ja, kur shkoshim në portin e Triestës, për shembull, ja të qenë me butrinti, kjo, të thonë. Mi po hynë ke këto, do më thonë, aktiviteti marinarit. Butrinti që ishte një maj vogël, 500 tonë, do të mërshë të që ormergjotorët, me heklitarët, me shinë pare. Kapitenët duke punuar për realizimin e planit për gjërat, kur mundoheshin gjithë njët që të kurshen, rrë ka punë. Edhe unë dilësha në tokë, hishë gjithë simët dhe hypësha me litarë nga tokë. Edhe kur vitë në stromë më portit, kapitonë një thotë, s'kom nevoj, nuk vinë dhe ose ako mundë dhe organizatori dhe. Gjoja, kurse e, dhe kur ishin këto regullat, që plani e drejtë do dhe në bëgë një kursim shumë. Probleme nuk ishe një me vogël dhe. Po, atë profesionin në Stromës nuk e fillove këtu, do më thënë. Jo, në Stromën... Këtu ti shërbeve si... Në Stromën e... Jo, do më thënë, do ndalemi veç. Nuk e fillove ke kjo anije. Ja, këtu kam qenë kamarierë. I ka ushtarë, mëse ne... Pastaj, fillon një... Fillon, ajo fa. Qarë mund të tregojmë në një tjetër për ta otën që për shokët, për kolegët e kështu që mund të themi, do më thonë. Tashi, ajo, ishte periuda që ekuipazhet në roshin shpejt. Sepse edhe zgjidhësh elementi, do më thonë, duheshin profesionista.
Ja unë aty gjatë kohës 2 vjet që punova, 2 vjet, e sa, unë rronë 3 elektricista. Ka që dhe në Brasha, po fillimisht ishte ai Ram Kërquku, masaj erë dhe në Brasha, masaj erë një tjetër, një Gjemal. 3 tonë fakt nuk rroj, po. Këto, edhe në rrohesh i shpejt, dhe me të si dukesh... Po dhe Bryla kishte se donin me bë rrugë, ai mua beti që thamë. Ajo ishte. Që punon dhe këto donin me bëj rrugë Italie, se dinin që Teuta bate rrugë të afër dhe ashtu. Por mbi të gjitha, domethënë Teuta i ka bë shërbime të mëdha vendit, si një anije e manovrueshme për transportin detar në Adriatik, domethënë në detin Adriatik dhe ka rrahur të gjitha portet e Adriatikut pa krijuar në incident dhe e ka mbyllur domethënë historinë me nder e lavdi. Kjo nëpërmjet kësaj ne i bëjmë një homazh të gjithë pjesëtarëve dhe ekuipazheve të anijes Teuta. Nder e lavdi për të gjithë detarët, marinarët, nostromët dhe ekuipazhet që kanë shërbyer në anijen Teuta. Dhe juve si një nga detarët e parë të kësaj anije. Shëndet. Faleminderit. Shëndet kënë të gjithë.